إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allah në falenderoj për ti falë dhe ndim, kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut. Dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sa ti e do Allahun azza wa jall dhe sa je i lidhur për Allahun, këtë dëshmojnë sjellja jote, morali yt dhe qëndrimet e tua. Ibn al-Qayyim rahimullah i përmendi 4 çaste ku janë çaste të cilat e dëshmojnë dashurinë tënde që e ke për Allahun azza wa jall. 4 çaste ku ti në to e nxjerr në shesh atë që e pretendon, atë që e ke bindje dhe që e mendon. Nëse në këto 4 çaste e dëshmon veten, atëherë me të vërtetë ti e do Allahun dhe zemra jote është i lidhur sinqerisht me Allahun azza wa jall. Çasti i parë thotë Ibn al-Qayyim është në momentin kur njeriu shtrihet për të fjet. Çasti i dytë është momentin kur gdhihesh ose çohesh në mëngjes. Momenti i tretë është në namaz, kurse momenti i katërt është gjatë vështirësive, sprovave edhe fatkeqësive që të godasin në jetë. Momenti i parë është momenti kur njeriu shtrihet, nuk punon, trupi i tij qetësohet, gjymtyrët e tij nuk angazhohen dhe mbetet zemra e tij e vetme me atë që e do. Këtu del në shesh sa e do ti Allahun azza wa jall. Ai i cili e do Allahun sinqerisht dhe imani i tij është i sinqert, në këto momente e përmend Zotin e tij. E falenderon për çdo dhunti dhe çdo mirësi. Edhe kërkon falje për çdo gabim që e ka bënë në përditshmërinë e tij. Për shkak se e di se gjumi ka mundësi me qenë i fundit i tij. Dhe kur çohet mëngjes nuk ka më jetë, realisht e ka ndru jetë. E për të është shumë e rëndësi, që momenti i fundit qëtë i ti me Zotin e ti, për shkak se këtu dëshmot dashuria e ti që e ka për Allah në Zotin. Ebu Hurajra, radiallahu anhu, e kishte një rast interesant me një shejtan që erdhin pamjen e një njeriut dhe kërkonte që t'i ndihmoje t'i jape prej pasurisë zekatit që e kishte obligim kujdeset për te Ebu Hurajra. Ndër fjalë, për shkak se rasti është i gjatë, çfarë i tha shejtani atij? Tha, unë do të mësoj diçka. Diçka që ja tha të vërtetën, dhe përmes me vërtetoi. Tha, sadaka ke wa huwa kadhub. Tha, e ka thonë të vërtetën edhe pse ai realisht është gënjeshtar. I tha Ebu Hurajras, kur shtrihesh në shtrat, lexoje ajetin Kursi. Nëse ti vepron kështu, me ty do jetë një rojtar i Allahut, i cili do të ruaje deri në mëngjes. Dhe nuk ka mundësi që të afrohet asnjë shejtan deri në mëngjes. E kush e përmend Allahun në fund, kjo e tregon dashurinë e tij që e ka për Zotin e tij. Krahas atij që është neglizhent, është ngaflet. E keni pa momentin që bie për me fjet atij, nuk i intereson Zoti i tij. Atij ajo që intereson është telefoni i tij. Është interneti i tij. Është muzika e tij. Haramet e tij. Mendimi i tij për tarmë se si ti afrohet një harami apo të shkoj pas ti. Këto janë mendimet e tij. Ky person, edhe nëse pretendon dashuri të madhe ndaj Allahut, ky person e gënjen veten e tij. Sepse realiteti e dëshmon të kundërtën e asaj që e shpreh gjuha e tij. E s'ka dyshim që kur e do dikë, e përmend shpesh. Ai që e do Allahun, e përmend atë që e do, që këtë rast është Allah azza wa jall. Ai e di shumë mirë se shtrirja e trupit të tij në shtrat nënkupton qetësira e tij për trupin e tij për të nesërmen, pushim edhe forcim dhe poshtëri për trirje e marrëveshjes që e ka me Allahun azza wa jall. Sepse ai e di që të nesërmen fillon ditë e re. Ditë e re, projekt i ri, synim i ri, shanse e re, që Allah azza wa jall nuk ja jep çdo kujt. Andaj, prej shenjave që imani jot është sinqert, është që e fundit që shqipton gjuha jote që të përmendja e Allahut, kërkim falje, edhe lartësimi i tij. Edhe normalisht që zemra jote të kthjellet,
Ajo e fundit që është që e këfjell zemrën tënde është gjendja jote që ti duke qëndru para Zotit tënd. Kjo është çasti i parë. Çasti i dytë Ibn Qayyim thotë është kur gdhihesh në mëngjes, kur çohesh në sabah. Kur çohesh sabah, qëllimi është kur çohesh për me fal namazin e sabot, jo sa të 10. Se disa fatkeqësisht i dëgjojmë thotë asnjëherë nuk u mik namazi sabot. Ama e di pse nuk ik. Për shkak se atij as që intereson se thirr ezani asesi. Ati intereson qot, ama kur? 9, 10, 11, nuk është problem. Çfarë fol sabot? E atëherë i ndërum koha të ka ik. Të ka ik edhe ata shumë gjatë. Sabot e ka kohën e vet. Jo ti kur mendon, po kur është e caktuar. Kur çohesh në sabah, edhe gjëja e parë që të shkon ndërmend, cila është? Përmendja e atij që ti e do. Këtu del në shesh sinqeriteti jo ti që e ke me Allahun azza wa jall. E para është ajo që ti e përmend Allahun azza wa jall. Shans i ri, mundësi e re, për jetë të re. Për shkak se ti realisht ke qenë gjumë, një lloj vdekje, edhe tash Allahu ta ka kthy shpirtin. Ta ka dhënë një mundësi që sërish o robim të hecësh, të punosh, të vazhdosh. E ke një ditë të re, s'ka nevojë për më mërzit. Si cila ditë e cila vjen është mundësi, ari, sepse ka mundësi me ndryshu shumë parametra brenda asaj dite. Shumë të mira mi vepru e shumë gjunoj me fshi. Ose e kundërta, me vepru shumë gjunohe e me fshi shumë të mira. Që në varët krejt për te. E prandaj për mesa se prej luqeve ti, kur gdhijen mëngjes ishte, Elhamdulillahi allati ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Falënderimi i takon Allahut që na ngjalli pasi na pati vdekur dhe pasi që të ringjallimi, tubimi është ai. Kjo luqe për mesa se nuk është luqe e thjesht, po është një kujtim për ty se Allahu ta ka dhënë një mundësi dhe se rikthimi do jetë te Zoti yt i paqetërsueshëm. Dhe ti e ke një mundësi, e këtë mundësi nuk e shfrytëzon, atëherë dije që ti shumë rënd gabon. Ka për atyre që çohen sabah. Është e vërtetë. Çohen, mirë po çohen ma vonë. Çohen nuk e falin sabahun. Asja e përmendin Allahun. Sigur se ajo ditë nuk është për Allahun, po për dikë tjetër dhe ashtu i përfundon dita. Sigur me qenë për dikë tjetër, jo për Allahun azza wa jall. Mirë po normalisht që gjumi ti është humbje. Kurse gdhirja e ti është keqardhje, sepse ai realisht nuk ka përfituar, asgjë nuk ka përfituar as nga gjumi i tij, e as nga gdhirja e tij. E ai që e do Zotin e tij, normalisht që në mëngjes, momentin e parë që gdhijet i kujtohet Allahu, edhe e përmend, edhe e lut. E nuk është i njëjtë ai i cili gdhijet mëngjes edhe ja bën një sejdë Allahut dhe shpreson bereqetin Allahut, e dikush tjetër gdhijet as që intereson çështja e Allahut, del nga shtëpia e tij sikurse me pas qenë i pavarur nga çdo gjë, harron që është krijesë Allahut e dopt dhe ka nevojë për Zotin e tij. Allahu thot: "Fadhkuruni adhkurkum." Më përmendni që unë juve që përmendi. Çasti i tretë thot Ibn Qayyim është robi kur hy namaz. Normalisht që namazi është mejdani më i gjerë, ku aty vihet në provë dashuria jote dhe sinqeriteti jot. Për shkak se realisht namazi është momenti ku robi i drejtohet Zotit të tij me porulje, me nënshtrim, me bindje të plot. Namazi është çasti ku besimtari e kupton realitetin e tij, realisht kush është lidhje direkte mes tij edhe mes Allahut. Namazi nuk është lëvizje edhe fjalë. Kush mendon kështu gabon. Problemi kryesor që ne e kemi sot është bot kuptimi i namazit. Ti ende e mendon se namazi është thjesht disa lëvizje, edukat fizike, edhe fjalë që nuk i kupton. Realisht nuk është ashtu. Se ti je para Zotit tënd, qëndrim para Zotit, je para Allahut. Edhe ti në këto çaste nëse nuk di si me qëndru para Zotit tënd, kur kime dit? S'keme dit asnjëherë kur. E përulja jote, nashtrimi yt, gjymtyrët e tua kur i binden plotësisht Allahut namaz, do thotë që ti realisht e ke kuptuar realitetin e namazit, edhe ti mundohesh që jesh i përulur plotësisht me zemër të bindur para Zotit tënd. E ky mejdan e nxjerr në pa atë dashnin tënde që e ke që e pretendon. Allahu tha: "Kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Ta shpëtuan besimtarët. Vërtet shpëtuan. Kush? Cilët janë ata o Zot? Ata janë të cilët në namazet e tyre janë të përulur. Jo namazin shkele shko, po i përulur namaz. Me bindje të plotë se ku është para kujt është duke qëndru.
E ti merre sot shikoje, fatkeqësisht atë që vjen në xhami, me trupin e tij është në xhami, po me shpirtin e tij, me zemrën e tij është në dunjë. Biznes, tregti, grua, fëmijë, arktim, zbavitje, ama jo për ulje. Ky namaz nuk jep fryt, as nuk e pastron zemrën. Nëse ti nuk e pastron zemrën edhe nuk ka fryt, mos prit prej tij ndryshim. Për shkak se e shef namaz fals, po realisht lumbi gjos. Namaz fals, po ban krime gjuna që s'ta merr mendja që mundet me i bë një musliman, një namaz fals. E po ku qëndron problemi? A është problemi te namazi? Jo, problemi është e ti. Se inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi largon nga e keqja dhe nga e shëmtuara. E nëse ti je ai i cili jep hakun namazit tan, atëherë dije me lenin Allahu azza wajel se do të ndryshosh edhe ti. Prandaj thoshin disa prej parëve tan, thoshin nëse dëshiron për me ditë vlerën e Islamit te ti, shikoje vlerën e namazit që e ke në jetën tënde. Sa ti e vlerëson namazin, aq e ke vlerën e Islamit në zemrën tënde. Andaj peshorja e jote për imanin tënd, sinqert, është namazi me lenin e Allahut azza wajel. Sa më shumë të shtohet për ulja, aq më shumë do shtohet edhe dashuria, edhe bindja ndaj Zotit tan. Çasti i katërt, siç e përmendi Nurkaimi, është gjatë vështirësive dhe sprovave. Gjatë vështirësive dhe sprovave del pa dashnia jote e sinqert që e ke për Allahun. Shpeshherë ne këtu bihemi prej provimi. Për shkak se namazi është çështja jote me Allahun, ne e shohim mbas asoj pamjes jashtë fizionomisë. Çështjen e gjumit edhe kur kthehesh mëngjes, ne nuk e shohim, nuk jemi me ty. Ama gjatë sprovave e dim. Për shkak se atëherë fillojnë ankesat e tua. Pse? Pse unë? Pse mua? Pse familjen time? Ka qirr. Pse unë? Pse unë sprovohem? Pse unë dënohem? Ideja tilla që me besimtarin nuk kanë bëjnë asnjë lidhje. Besimtari e di mirë që sprovash prej Allahut. Dhe kur ja çon Allahu sprovën, Allahu e do trop. Allahu dëshiron që me pastru, me ngrit gradat, me lartësu, edhe me mëshiru. Allahu xhel kur dëshiron dikë për me ndëshku, ndëshkimi i tij është i rëndë. As nuk jepet hapësirë ty për me menduan diçka sepse i ke pa kur i dënon Allahu të padrejtit, dënimi i tij është shumë i rrept, shumë i ashpër. Edhe Allahu xhel bile atyre ju jep nganjëherë edhe hapësirë që ata të veprojnë edhe më shumë, edhe të kenë pasuri edhe më shumë. Ti joshen këtë formë që sa më shumë të shtohet gjunau, edhe Allahu xhel kur e merr në fund ta shkatroj krejtësisht. Allahu xhel e përmendi një rast për idhujtart. Thot Allahu xhel fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisin lahu din. Kur ata hipnin anije, i luteshin Allahu sinqerisht. Momentet më të rënda. Edhe pse ishin idhujtarë, mohonin Allahun. Ama kështu është njeriu. Për shkak se natyra e tij e nxit që të shkojë pas kujt pas Zotit të tij. Se momenti më i rënd, më i vështirë, njeriu ku strehohet te Zoti i tij. Fëmia i cili është fëmijë. Ai nuk e njeh Zotin e tij sa është ende i vogël fëmijë, nuk e percepton mirë. Po megjithatë, momentet e para që ka frikë, ku shkon? Te prindërit e tij. Për shkak se ai e shef si stre. Stre e sigurt që do ta mbrojë nga çdo dëm që e shef. I kanosit atij. Po në këtë rast, kur ti si rob ke frikë, ku shkon? Kujt i drejtohesh? Përveç Allahut. Askujt. E thot Allahu kur kanë hip në anije dhe kanë pas vështirësi, shkaku i dogave, i valëve, atëherë ku janë nis? Janë nis më një herë, janë drejtu, janë strehu ku te Allahu xhel. E streha më e mirë padyshim që është Allahu xhel. Pejgamberi sa më thoshte, njeh Zotin tënd në vështirësi, Allahu do të njohë ty në rahati. Nëse ti e njeh Allahun, realisht në rahati, Allahu do të njohë ty në vështirësi. Ti e njeh Zotin tënd kur je mirë, shëndosh, nuk e harron. Allahu mos mendo që ty ka për me të lënë lloç, ti kur je më shumë ti nevojtar. Kur është ajo? Ajo është momenti që ti ke nevojë për të. Momenti kur ti gjitha dyert mbyllen përpara. Edhe mbetet veç dera e Allahut. Dera e cila nuk mbyllet asnjëherë kurr. Ajo derë nuk të rallton, ajo derë nuk të mashtron. Ajo derë është e hapur për ty çdo herë. E kjo derë është dera kur ti i bindesh Zotit tënd, edhe i përulesh atij, edhe normalisht që atëherë e kupton realitetin e dashnisë tënde që ti e ke për Allahun azza wa jall. Ai i cili nuk e njeh Allahun këto gjendje, mendja e tij është e hutuar, zemra e tij është e humbur, e shef se nuk e di ka janë bën. E shef që zakonisht i mbështetet mjeteve materiale, edhe veç më tepër edhe i shtohet, vuajtja, pikëllimi. Besimtari kur ka sprova, kur ka vështirësi, e qetëson veten e tij me namaz, me istikfar, me dhikr,
e qetëson veten e tij me leximin e Kur'anit, sa më shumë që shtohet imani, aq më shumë shtohet edhe fuqia. Sa më shumë je i fortë me iman, aq më i fuqishëm me trup. Ndoshta dikush është shumë i dopt, si ka 30-40 kilogram, ama imanin e ka të madh. E imani i tij e mban. Dikush ka mundësi me qenë i madh me trup dhe me pa mashallah me trup, mirë po megjithatë imani i tij është i dopt edhe i bie. Momentet e parë shef sa i fuqishëm, në sprovën e parë bie, nuk lun rol pesha trupore, lun pesh kush imaniot. Imani është ai i cili përcakton fuqinë tënde ti kur del përballë asajna që ballafaqohesh me të. Allah subhanahu tha alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillah tatma'innu qulub, ata që besuan. Dhe me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat e tyre. Me të vërtetë, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. E kush e bën stre Allahun në gjendjen më të vështirë, Allah subhanahu s'ka dyshim që Allahu do ta ruaj dobësinë e tij, do ta zaventësoj me fuqinë. Stresin e tij, problemet e tij, me ratimin siguri dhe po ashtu pikëllimin e tij do t'ja zaventësojë me lumturi. Këto ishin 4 çaste. 4 çaste që ta dëshmojnë sa ti e do Allahun. Ti sa e do Allahun. Edhe sa je i sinqert me Zotin tan. Kush e gjen veten e tij në këto çaste, edhe dëshmon me lenin Allahut. Atë kjo është dëshmi se pas ka lidhje sinqert me Zotin e tij dhe pas ka iman që qen ka i sinqert në zemrën e tij. Elus Allahun që ta bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Dashuria për Allahun normalisht nuk është një slogan që veshtuhet, po është ndjekje. Ndjekje nuk kupton atë që e ke besim, e beson dhe pastaj e zbaton edhe e ndjek. Kur e do Allahun i bindesh. Edhe kush e do takimin me të, shpejton për takimin me Allahun. Ngutet, qëllimi i ngutjes është ngutet mbas veprave të mira. Kush e ka frikë që të ndahet prej Allahut, i braktis gjunohat e tij. Pejgamberi sa më tha, janë 3 gjëra. Kush i posedon në zemrën e tij, ai vetë se e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Njëra prej tyre është që të jetë Allahu dhe pejgamberi i tij më të dashur për të se çdo gjë tjetër. Nëse e ke këtë, është një shenjë për shenjave që ke iman, por realisht është ëmbëlsia e imanit që ngjen diku tjetër nuk ka mundësi për mendje. Ajo që ngjet me zemër gjatë adhurimit s'ka mundësi mund gjë askundi. Edhe çfarë do dhuntie mirësie qof në këtë dunjë, s'ka shans. Për shkak se lumturia krejtësisht është në adhurimin e Allahut. Gjitha lumturitë e tjera janë pjesërishtme e disa prej tyre iluzionare mashtruese, po ajo e realt është veç në adhurimin e Allahut azza wa jall. E ai që e do Allahun gëzohet kur përmendet ai. Dhe mërzitet kur neglizhon edhe nuk e përmend. Edhe normalisht se në seshdën e tij ai e ngjen atë lloj kënaqësie që nuk e ngjen asku tjetër krahasim me atë i cili është ngaflet. Ai nuk i ka mend as te Allahu, nuk i ka mend as te përmendja Allahu. Ai ka mend diku tjetër. Ka mend te futbolli, ka mend do thotë te argëtimi, ka mend te grati, ka mend te tregtia. As që intereson Zoti i tij, as që i shkon ndërmend ta përmendin ndonjëherë Zotin e tij, e normalisht që ky me atë parë ndallojnë edhe në vlerë, edhe në peshë e Zotit i tij. Andaj thoshin disa prej parëve tan, thoshin që në dunjë është një xhenet. Kush hyn në këtë xhenet do të hyjë në xhenetin e ahiretit. Ky xhenet i dunjos, sipas disa prej ulemave që e kanë përmendur, është adhurimi i Allahut azza wa jall. Kush hyn në këtë oazë të adhurimit dunjë, do jetë edhe në oazën e xhenetit të Allahut azza wa jall, e ajo është normalisht në dunjë adhurimi, njohja e Allahut, edhe poshtë dashuria e tij. Nëse ti e njeh Allahun, e do atë, padyshim që ke për me adhuru. Nëse je i tillë, atëherë dije që të pret edhe oaza, që është oaza e ahiretit, që është e përhershme, e jo e përkohshme sikurse kjo e dunjos. Po megjithatë kjo oazë, e cila është në dunjë, të mbron nga gjithë ajo vapë e rëndë e cila neve na ngarkon prej dunjos, ky vend është vendi më i sigurt, që qep siguri, që për ati, edhe ta qetëson zemrën, edhe shpirtin, edhe ta ushqen. Përndryshe kush nuk e ka këtë oazë, atëherë mbetet i etur në atë vapën e madhe, që është vapë e rëndë e dunjos, e që Allahu na ruaj prej saj, sepse me të vërtetë është e rrezikshme. Lut Allahun që Allahu subhanahu na shton imanin dhe lut Allahun që na mëshiron. Dhe lut Allahun që këmbët e tona Allahu të i forcon, dhe lut Allahun që çdo musliman dhe muslimane Allahu të mëshiron
të gjallë të vdekur. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.